Por si rrjedhin afatet kushtetuese dhe cilat janë ato pra për krijimin e institucioneve të reja. Për këtë do të flasim me ish gjyqtarin e gjykatës kushtetuese profesorin Kadri Kryziu. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Profesor, presidentja në detyrë tha se shumë shpejt brenda afateve kushtetuese do të bëhet edhe konstituimi i kuvendit, por edhe institucioneve të reja. Por kur do duhet të niste dhe a mendoni që ka pasur kohë të mjaftueshme që të përgatiteshin të gjitha ato procedurat dhe nga nesër të fillonte? Prej momentit të certifikimit të rezultateve përfundimtare, brenda 30 ditë duhet të konstituohet parlamenti dhe iniciativën për konstituimin e parlamentit e ka presidenti i shtetit, respektivisht ushtruesja e detyrës tash. Do me thonë brenda 30 ditësh, nga dita e nesërme, apo nga dita e sotme? Brenda 30 ditësh, do të thotë është edhe me kushtetutë sankcionuar, po ashtu edhe me një vendim të gjykatës kushtetuese se duhet brenda 30 ditësh gjithsesi të konstituohet parlamenti, përndryshe shkojmë në zgjedhje. A ka arsye, profesor, që të lihet, si të themi kështu, në javën e dytë ose në javën e tretë, pra pak para se të përfundojë afati që të bëhet konstituimi? Apo do duhet që me njëherë gjatë ditës e nesërme të kishte, si themi kështu, një dinamizëm për ta kryer këtë procedurë? Po sipas mendimit tim, për shkak të atyre gërçeve që kanë ndodhur dhe kanë kriju domethënë disa statat e pakëndshme, domethënë krijimin e institucionit, konsideroj se brenda javës duhet të konstituohet parlamenti, qeveria, po ashtu edhe konstituohet edhe të zgjedhet edhe presidenti. Zoti Kryziu, kush më pas është e parapar edhe rendi ditës është i paracaktuar, apo për një seancë të tillë dhe dihet se kush e drejton atë, a i bie që të jetë deputeti më i vjetër dhe deputeti më i ri, apo ndryshon diçka? Ja, është rregulluar kjo me rregulloren e Parlamentit të Republikës Kosovës, është deputeti më i vjetër dhe një prej deputetëve më të ri. Domethënë 2 deputetë janë. A përgatitjen duhet ta bëjë ushtruesi i detyrës së kryetarit të Parlamentit me kryetarin, duhet përgatitur seancën dhe rendin e ditës. Zoti Kryziu, dhe nëse kryhet kjo procedurë, më pas nis një afat tjetër, apo jo? Ai për krijimin e qeverisë? Po, konstituohet parlamenti, pastaj nis afati për krijimin e qeverisë, partia më e madhe ka të drejtë, domethënë të nominoj një mandatar, të cilin ata pastaj nominon presidenti i shtetit dhe brenda 15 ditë eventualisht duhet të konstituohet qeveria. Qeveria para presidentit, sepse ishte një dilemë që është bërë shumë e madhe ditëve të fundit se cila duhet të jetë e para, qeveria apo presidenti pas krijimit të kuvendit. O logjika dhe interpretimi logjike dërgon andej se duhet të konstituohet parlamenti edhe qeveria pasi që janë mbajtur zgjedhjet parlamentare dhe parlamenti është një organ bazik i Republikës Kosovës, për shkak se situata për presidentin ka ngecur edhe më herët, kështu që unë e konsideroj është më praktike, më pragmatike që të konstituohet parlamenti, pastaj qeveria dhe më vonë edhe presidenti. Sa ditë ka afat, pra cila është afati i fundit për ta nxjerrë Kosova një president? Nga dita e sotme. Prej momentit të nominimit të presidentit gjatë 10 ditë. Pra prej momentit të nominimit. Po. E sa ditë mund të shkoj që të tjetë fundi derisa të nominohet, e kam fjalën presidenti? Ai nuk ka, domethënë, do një dispozitë të veçantë, ka vakum këtë drejtim, por në momentin e nominimit duhet të bërë maksimumi është 12 ditë ose 60 ditë. Pra nuk parashihet me certifikim ky 60 ditëshi? Jo. A ka rrezik, profesor, pa që të shfrytëzohet ky vakum dhe zvarritet kjo çështje sa më shumë? Pa i veç, ne me fillu me u friksu nga këto veprime të cilat nuk duhet me qenë për shkak se kemi kalu disa të pakëndshme në krijimin e institucionit. Unë shpresoj se është ngrit vetdia edhe politike dhe kombëtare e deputetëve dhe nuk do të vinë në këto situata të caktuara. Kështu që unë besoj se së shpejti do të konstituohen të 3 institucionet kushtetuese. Është përmendur në fakt në opinion se kur të bëhet konstituimi i kuvendit dhe mbasi të zgjidhet edhe qeveria, atëherë deputetet mund të shkojnë në pushim, së paku një muaj siç edhe rëndom shkonin në gusht. A mund të ndodhë kjo dhe pastaj të prolongohet ose të zvarritet edhe më shumë çështja
e presidentit? Kjo është në situata normale, dhe më thonë është rregulluar me rregullore se duhet shkojnë në pushim, por duke pas parasysh që nuk ka funksionuar parlamenti edhe ka shumë punë përpara, të cilat duhet miratuar disa ligje. Pastaj duhet të zgjedhen anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe shumë punë të tjera. Unë e konsideroj se nuk ishte me qenë mirë absolutisht që kësaj radhe me shku në pushim deputet. Qysh, profesor, me gjetë një zgjidhje sa i përket edhe njëherë për të kthyer te ky vakumi, pra kur mund të zvarritet çështja pra për ta mandatuar një ose dy kandidat në fakt? Unë nuk ka, nuk ka doni dispozitë ose normë të veçantë kushtetuese si duhet të përcaktohet kjo. Fatkeqësisht do të thotë duhet në të ardhmen e afërt që të bëhen ndryshime kushtetuese në mesin e tyre edhe këto. Ka nevojë kushtetuta jonë të amandamentohet, edhe unë besoj se kjo duhet bëhet sa më shpejt, po pa funksionimin e parlamentit është e pamundur që të bëhet amendamentimi i kushtetutës. Paka shumë nga këto që thoni profesor, thoni se nuk ka arsye që të zvarritet këtë ky proces dhe të shkohet një ngërçtëri politike e institucionale. Jo, për prof se në vazhdimsi dhe më thonë jemi në state jo fort normale, dhe më thonë ta që kjo është në domenën e demokracisë, por në shtetin nuk është duke funksionuar normalisht. Në momentin kur na jemi republik parlamentar dhe kemi nevojë për nxjerrje ligjeve të reja, amandamentimin e kushtetutës edhe shumë marrëveshje të tjera ndërkombëtare të cilat duhet të miratohen në parlament, dhe mos me funksionu parlamenti, atëherë nuk e kuptoj as deputet, as nuk e kuptoj përgjegjësinë e tyre, se deputet zgjedhen për funksionimin e shtetit, për funksionimin e institucioneve. Profesor, a është dilem çështja sepse ka patur shumë raportime edhe gjatë ditëve të fundit fakti se mund të konstituohet kuvendi, mund të ketë një kryetar ose një kryetare të re, dhe i bie që pas datës kur i ska dënë mandati 6 mujor Albina Agjiu, që është aktualisht presidente e përkohshme, i bie që kryetari ose kryetaria e re e kuvendit ta ushtrojë më pas këtë detyrë. A ka dilema këtu? Në mënyrë automatike, domethënë kryetari ose kryetare e re i merr edhe 6 muaj ditë afat me ushtru detyrën derisa të zgjedhet presidenti. Pra, nëse ka kryeparlamentar të ri, i bie që ajo në përfundimin e mandatit Albina Agjiu do të jetë ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës. Po, absolutisht po. A shihni zgjidhje, profesor? Tek këtij ngërçi, pra duke njohur pak a shumë edhe mentalitetin ose nëse merren për bazë edhe veprimet e drejtanishme të spektrit politik në Kosovë. Opinioni publik duhet të ketë të qartë se nuk ka pengesa kushtetuese. Këtu pengesa janë të karakterit njerëzor, edhe domethënë mos përgatitjes për kompromise dhe nuk janë të përgatitur për marrëveshje partitë politike shqiptare, respektivisht ato të cilët janë në parlament. Dhe unë e konsideroj se është një veprim tepër i gabuar, të cilën reflekton shumë negativisht edhe brenda po ashtu edhe jashtë. Miqtë tonë ndërkombëtarë janë të interesuar sa më shpesh të kemi institucione dhe vazhdojmë me punë pasi që na presin shumë punë. Unë e kam thënë se disa herë, domethënë se në vitin e ardhshëm veç mahet samiti i NATO-s në Tiranë dhe ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale, domethënë me gjitha institucionet tona profesionale dhe shtetërore që Kosova në vitin e ardhshëm të hyjë në NATO. E qartë, por nëse vazhdon zvarritja, nëse nuk ka interesim nga ana e subjekte politike dhe fituesit të zgjedhjeve pra për ta tejkaluar këtë ngërç. Atëherë, cila është zgjidhja? A besoni që do të ketë zgjedhje sërish, apo thjesht lodhe, si themi kështu, shtirje të temës së presidentit dhe më pastaj të bëhet një zgjidhje? Por nëse shkojmë të zgjedhje të cilat po përsërisin disa herë, atëherë është devalvim i gjitha institucioneve dhe unë nuk kisha dëshiruar dhe nuk e parashas që do të shkojmë të zgjedhje të jashtëzakonshme përsëri. Përndryshe mundësia ekziston nëse partitë politike nuk binë në pajtim dhe nuk kanë konsenzus, qofshin ato për të ndarë pushtetin shtetëror ose të kenë me mirë besim të zgjedhjen një president konsenzual. Profesor, ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe për këtë analizë. Natën e mirë e me të mira. Natën e mirë. Ndërkohë Shkodran kur do që do të konstituohet të kuvendi?